Kultura, ekonomia dhe turizmi ishin fushat ku krye Bashkiaku i Shkodrës Lorenz Luka dhe ambasadori polak në Tiranë Marek Jeziorski nda nevojën e bashkëpunimit mes dy shteteve. Ambasadori Jeziorski tha se përvoja polake do t'i shërbej pushtetit vendor për zhvillimin e mëtejshëm të vendit. Jam duke punuar me një këmbëngulje për të organizuar një formë bashkëpunimi midis qytetit të Shkodrës dhe një partner në Poloni. Çështja shumë e rëndësishme në këtë kontekst për të gjithë ne, për qytetin e Shkodrës dhe për të gjithë Shqipërinë, është konteksti i integrimit evropian të Shqipërisë. Ndërsa kryetari i Bashkisë së Shkodrës Lorenz Luka tha se bashkëpunimi është i rëndësishëm për thithjen e investitorëve të Polonisë, duke qenë se turistët polak po rriten nga viti në vit. Janë shumë të rëndësishme edhe iniciativa tjera në drejtim të intensifikimit bashkëpunimit për thithjen dhe krijimin e kushteve sa më të mira për investitorët polak në rajonin e Shkodrës, duke qenë se rajoni i Shkodrës ka shumë resurse dhe njëkohësisht ajo që është edhe më e rëndësishme edhe në rritjen e numrit të turistëve që po vizitojnë Shkodrën dhe rajonin e Shkodrës, që do të thotë se tashmë Shkodra është në qendrën e vëmendjes së autoriteteve polake, po ashtu është edhe pjesë e pandarë e bashkëpunimit me ambasadën polake. Ambasadori polak më herët komentoi edhe zhvillimet e fundit politike në vend, duke theksuar se dialogu politik është rruga e vetme drejt bashkimit evropian.